Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta e gjyshes, ja si të shpëtosh nga themrat e plasaritura brënda një nate të vetme. Themrat e qara janë të zakonshme tek të dy gjinit, meshkuj dhe femra, dhe përveç problemeve kozmetike, ato mund të shkaktojnë edhe dhimbje. Përveç se ato shkaktojnë një lëkurë të trashë dhe të tharë, simptomat të tjera përfshin skuqe, ëndje dhe kruarje. Prandaj është e rëndësishme të merrni masa preventive kur shihni se kanë filluar të formohen të qarat në thembrat tuaja. Shkaktari i këtij fenomeni mund të jenë shumë faktorë, duke filluar nga mungesa e lagështisë, ushqimi i dobët apo mungesa e higjienës, por fatmirësisht ekziston një trajtim natyral me të cilin ju mundet t'i shëroni thembrat tuaja shpejt dhe fare sigurt. Shërimi i themrave të qara me limon. Limonët janë acidik për nga natyra dhe ata ndihmojnë gjithashtu edhe në zbutjen e lëkurës tek thembrat tuaja. Ju duhet të zhysni këmbët në ujë të ngrohtë dhe të kombinuar me lëng limoni për 10 deri në 15 minuta. Pastaj me gur shtufi ju duhet që të pastroni themrat për t'i pasur, prap me ujë dhe peshqir për t'i pastruar për herë të fundit. Gjithashtu, themrat e plasaritura, qarje dhe lëkura e thatë janë kryesisht një problem kozmetik i cili mundet që të kthehet edhe në një gjendje të dhimbshme pasi lëkura juaj trashet dhe formohen kallo. Problemi është akoma edhe më i theksuar kur ai shoqërohet me skuqe, kruarje, inflamacion dhe gjithashtu heqje të lëkurës. Themrat e plasaritura gjithashtu munden që të jenë një rezultat i dehidrimit të lëkurës në atë pikë. Ajri të thatë, dietës së pashëndetshme, kujdesit jo të duhur të këmbëve, dyshemeve të forta, qëndrimit të zgjatur në këmbë dhe gjithashtu këpucëve të parahatshme. Përveç kësaj, ka edhe kushte të tjera të cilat munden që të kontribojnë në këtë problem, siç janë për shembull ekzema, sëmundja e tiroides dhe gjithashtu diabeti. Ndërkohë, ju duhet të ndërmerrni hapat e duhur menjëherë pasi themrat e qara me këtë problem mund të çojnë në ekzema, sëmundje të tiroides dhe diabet. Në qoftë se ju ndërmerrni hapat e duhur menjëherë, themrat e qara mund të parandalohen dhe të mos bëhen aq të këqija sa t'ju shkaktojnë dhimbje dhe madje edhe sëmundje të këqija. Ekziston një ilaç i cili është mjaft i dobishëm për këtë gjendje. Merrni 10 tableta aspirin dhe grihini ato në pluhur të imët. Shtoni me 250 ml alkool për fërkim dhe lëreni 1 deri në 2 ditë. Çdo natë ju duhet që të zhysni një top pambuku ose garzë në këtë përzierje. Pastaj fillimisht undeni mirë para përdorimit dhe aplikojeni atë në thembër. Mbështilleni këtë pjesë të thembrës me një rrip plastik dhe vishni një çorape dhe lëreni që të veprojë gjatë gjithë natës. Kur të zgjoheni, ju duhet që ta shpëlani me ujë dhe ta thani atë mirë me peshqir. Më pas aplikoni një krem me vaj për këmbët ose glicerin. Pas 10 trajtimeve ju do të shikoni një përmirësim në themrën tuaj. Për rezultate akoma dhe më të mira mundet që të bëni eksfoliacion themrat përpara se të aplikoni kremin tuaj të këmbëve. A vuani nga këmbët e thata dhe të plasaritura? A është lëkura e këmbëve tuaja e kuqe apo e thatë? Këto janë të gjitha simptomat e zakonshme të themrave të qara. Për fat të keq, shumica e njerëzve vuajnë nga ky problem. Arsyeja për këtë është sepse ndryshe nga çdo pjesë tjetër e trupit, lëkura në këmbë nuk ka gjëndra vajore. Në vend të kësaj, gjëndrat e djersës janë burimi vetëm i lagështisë dhe ndonjëherë këto gjëndra djerse nuk janë të mjaftueshme për të mbajtur këmbët tuaja siç duhet të hidratuara.
banane dhe avokado. Merrni pak banane dhe aplikojeni në pjesët e qara të thembrave. Mbajini për 10 minuta kështu dhe më pas duhet që t'i lani. Mundet të krijoni gjithashtu një maskë për këmbët në shtëpi duke përdorur banane dhe avokado. Merrni një banane dhe një gjysmë avokado dhe përzjeni ato bashk. Aplikojeni përzierjen kremoze në thembra, duke qenë se avokado është e pastër me një sër vajrash, vitaminash dhe yndyrrash të rëndësishme. Kjo përzierje do t'ju ndihmojë ju që të trajtoni qarjet e thembrave. Vazelinë dhe lëng limoni. Lani dhe thani thembrat. Sapo ju të keni pastruar të gjitha papastërtitë, mbajini këmbët në ujë të ngrohtë për rreth 15 deri në 20 minuta. Shpëlajini dhe thajini. Përzieni pak vazelinë me lëng limoni. Aplikojeni ngadalë këtë përzierje në thembra dhe në pjesët e tjera të qara të këmbëve derisa lëkura juaj ta përthith. Aplikojeni përpara se të flini dhe mbani veshur një palë çorape të lehta, duke qenë se këto të fundit ndihmojnë në ruajtjen e nxehtësisë së trupit dhe kështu rritet edhe efekti i përzierjes. Sodë buke. Merrni 3 lugë gjelle sodë buke, 4 deri në 5 litra ujë. Përgatitja. Filloni duke e përzier sodën e bukës me ujë të nxehtë dhe futeni këmbët në ujë për 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët të jenë zbutur mirë, pastrojeni ato me ujë të nxehtë, lëreni të thahen dhe lyeni me krem apo vazelinë. Koha më e mirë për ta bërë këtë është përpara se ju të flini për të patur rezultate më të mira dhe duhet ta përsërisni këtë çdo ditë për një javë. Gjithashtu, si fillim, ju mundet t'i mbani edhe këmbët tuaj në një legen me ujë të vakët, ku në të keni shtuar sodë buke ose edhe disa pika vaj esencial, si për shembull vajin e kokosit, vaj ulliri apo vaj bajame. Pasi lëkura e këmbëve tuaja të jetë zbutur, ju duhet që të bëni një skrab duke u përqendruar më shumë tek zona ku lëkura juaj është më e ashpër. Për skrabin juve ju nevojitet sheqer dhe vaj ulliri, ajsa të formohet një si tip paste. Pas skrabit, shpëlajini dhe thajini këmbët tuaja. Me ndihmën e një lime vazhdoni që të hiqni qafe, qelizat e vdekura. Përdorni vaj me përmbajtje mente, pishe dhe rozmarine në zonën e shputave për ta zbutur lëkurën. Më pas, merrni sërish limën dhe filloni që të hiqni pjesën tjetër të qelizave të vdekura dhe më pas masazhojeni këmbët tuaja me krem hidratant. Nga ana tjetër mundet të përdorni edhe lëng limoni. Metoda e parë për rigjenerimin e lëkurës së plastaritur është lëngu i limonit. Aplikojeni direkt në lëkurë me një leckë. Vaj ulliri. Aplikoni vaj ulliri direkt në këmbët tuaja. Vaj kokosi. Aplikoni vaj kokosi në këmbët tuaja para se ju të flini. Vishni çorape dhe mbajini gjatë gjithë natës. Qumësht. Përzieni një filxhan qumësht me 5 deri në 7 gota me ujë të ngrohtë. Zhyteni këmbët në këtë përzierje për rreth 15 minuta. Vaj susamit. Një hidratant tepër efektiv i cili përmban vitaminën B, D dhe E. Këto vitamina munden të riparojnë dëmtimin e lëkurës. Mbajini këmbët tuaja me ujë të ngrohtë për 10 minuta dhe më pas lyeni me vaj susami. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.